Shikues të dashur, e mbyllim edhe një ditë agjerim, me lutjet më të sinqerta Zotit Fuqiplot që të na pranoj. E mbrëmja si çdo natë na sjell para ekraneve të PIS TV-s, me mysafir të ndryshëm e me tema të ndryshme. Përmes cilave synojmë që të ngritemi në aspektin imanor dhe intelektual. E sonte do ta kemi një temë me të cilën do ta bashkëbisedojmë me mysafirin ton. Një temë e cila sigurisht se na prek të gjithë neve. Ajo është si të jemi produktiv përkundër sfidave. E sonte kam nderin dhe kënaqësinë që bashkë me neve tjetë muftiu i Sarandës, hoxha i nderuar Bledar Mulla, të cilët i dëshiroj mirëseardhje. Se ju gjetëm, Zoti ju nderoft. Allah ju shpëlbeft. Kënaqësi që të ndajmë bashkarisht inshallah disa mesazhe që lutim Allahu lartësuar qofshin të dobishme për mbar publikun. Dhe lutim Allahun që Zoti i lartësuar na ketë pranuar gjitha adhurimet, shanti agjërimi dhe punët e hajrit të cilat besimtari shumë i përkushtuar në të muaj. Allah shpërblet, inshallah Zoti ju shpërblen mundin edhe përpjekjen dhe sakrificën në përgjithësi, sidomos në angazhimet që i bëni në vendin nga ku vini. Hoxh, Allah subhanahu wa taala kur e krijoi njeriu, e krijoi ekskluzivisht për ta adhuruar Zotin Fuqiplot. Por krahas saj njeriu i dha edhe shumë kapacitete dhe mundësi që ai të jetë edhe i dobishëm për të tjerët. Si ka mundësi që njeriu ta bëj bashk në jetën e tij edhe adhurimin ndaj Zotit xhallashanuhu, por njëkohësisht ky adhurim të mos e pengoj që ai të jetë i dobishëm dhe të jetë produktiv në rrethin dhe shoqërinë ku jeton. S'ka dyshim se njeriu është qenia më fisnike që ka krijuar Allahu i lartësuar. Dhe sepse bart mbi veten e tij dhe atë misionin madhor që ta adhuroj Allahun lartësuar dhe njëkohësisht jetë më këmbës i Zotit lartësuar në tokë. Dhe këto të dyja, si thua me fjalë, këto dy përgjegjësi që Zoti i lartësuar i ka ngarkuar njeriu, pra të jetë edhe në raport atë vertikal me Zotin e gjithësisë, të jetë korrekt dhe ta adhurojë dhe të çojë misionin e tij në vend, por njëkohësisht dhe të jetë i dobishëm për të tjerët. Këto të dyja ndihmojnë shumë njëra tjetrën. Dhe pastaj të dyja bashkë formojnë atë qenien fisnike siç duhet jetë edhe njeriu. Nuk mund të imagjinohet dhe nuk mund të konceptohet besimi, raporti i fortë dhe solid me Zotin e lartësuar nëse nuk shtrihet ky frymëzim ose ky furnizim që merret prej këtij besimi nëse nuk shtrihet në interes publik apo në dobi publike. Prandaj sabur ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith, ka thënë ala kulli muslimin sadaqa. Çdo musliman që beson Allahun lartësuar dhe që i përket kësaj feje duhet të ketë kontribut, duhet të ketë një projekt të hajrit, një projekt të mirë. I thanë, o dërguari i Allahut, po nëse nuk ka mundësi, sepse nuk është çudi që sahabët kuptuan ose e kufizuan në këtë moment sadakan thjesht tek ajo materiale. Thot Muhamedi alayhis salam, atë le të shkoj të punoj me dy duart e tij që ja ka dhënë Zoti, të përfitoj pra pasuritë, mira materiale, dhe pastaj të bëj mirë njerëzve, të ketë kontribut të japë sadaka. I thanë, po nëse nuk mundet ta bëj diçka të tillë, atëherë tha të ndihmoj me fizikun që i ka dhënë Zoti i lartësuar dikë i cili është në nevojë, madje në nevojë të dëshpëruar ndoshta. Përsëri i thanë, po nëse nuk e ka mundësinë edhe për të gjë dërguari i Allahut, tha atëherë le të urdhëroj për të ke mira të ndaloj nga e keqja. I thanë o dërguari i Allahut, po nëse edhe këtë nuk e ka mundësi, atëherë tha le të pengoj veten e tij nga sherri, nga e keqja, sepse edhe kjo është sadaka. Pra, ka dash i dërguari i Zotit transmetoi atë mesazhin e madh që prej muslimanit pritet shumë dhe muslimani duhet të jetë produktiv, qoftë aktiv ose minimumi duke mos u bërë dëm apo keq të tjera. Hoxha përmend nevojën e domosdoshme që njeriu pra duhet patjetër njeriu në përgjithësi, por kur tash po flasim për ndoshta edukimin e besimtarëve në veçantë, ata duhet të jenë produktiv. Shpesh herë ndoshta njerëzit kufizohen edhe e ndalojnë veten përballë të qenit produktiv në kohën e dhënies së mundësive ose jo. Dhe shpesh herë pengesa të ndryshme që njerëzve u dalin dhe domethënë ato mangësitë që ata i kanë në realizimin e këtij produktiviteti i shndrojnë në arsye dhe një justifikime që të mos bëjnë mirë. A justifikohet besimtari në mos produktivitetin e tij? Në momentin që kuptohet se portat e mirësive dhe dyert e mirësive janë të shumta, atëherë kanë frikë se nuk justifikohet. Sepse edhe nëse mbyllet një derë apo një portë, Allahu lartësuar patjetër i ka hapur dyert apo porta të tjera.
Prandaj besimtari duhet të jetë pak njeri special, duhet të jetë njeri special, njeri veçantë, i cili jo thjesht i shfrytëzon mundësitë dhe shanset që i jepen në jetë, por i krijon ato, sepse shfrytëzimi i mundësive është një normë normale që duhet ta kenë të gjithë njerëzit. Në të kundërt pastaj kritikohet dhe qortohet shumë njeriu. Mirë po besimtari i cili furnizohet nga situatë furnizimi hyjnor dhe i ka ide të qarta në jetë dhe ka një ambicie të lartë dhe është një njeri i fortë, me fjalë me këtë potencialin që i ka dhënë Zoti i Lartësuar, jo vetëm i shfrytëzon, por dhe i krijon mundësitë. Dhe sa bukur, për shembull, po të marrim shembullin e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, i cili është edhe simbol në produktivitet dhe në shfrytëzimin apo në krijimin edhe të mundësive. Ai hadithi i mirënjohur se si një ditë, imagjinoni pas namazit të sabahut, pejgamberi alayhis salam i pyet të pranishmit në xhami dhe u thot, kush prej jush sot është gdhir agjërueshëm? Heshtën, përveç Abu Bekrit, thot, unë o i dërguari i Allahut. Kush prej jush sot ka dhënë sadaka? Heshtën, përveç Abu Bekrit, thot, unë o i dërguari i Allahut. Kush prej jush sot ka vizituar një të sëmur? Heshtën, përveç Abu Bekrit, unë o i dërguari i Allahut. Kush prej jush sot ka falë xhenazë? Unë o i dërguari i Allahut Abu Bekrit. Pra imagjinoni pak dhe për mos u zgjatur, mirë po e tregon dhe e shtjellon se çfarë kishte ndodhur. Rrugës për në xhami kishte realizuar që të katërt këto vepra. Pra, dikush thjesht ishte përqendruar tek falja e namazit, ndoshta kishte shfrytëzuar edhe një formë tjetër duke bërë dhikr, mirë po thotë se si kishte vizituar një shok që e dinte që ishte i sëmur, se si kishte dhënë dikujt sadaka, qoftë modest, sepse me sadaka dhe me kontribut nuk do të konsideruar vetëm ato gjërat e mëdha, por edhe ato gjërat e vogla të cilat peshojnë zakonisht shumë tek Zoti i Lartësuar. Mirë po edhe nëse mbyllet një portë, një mundësi, krijohet mundësia tjetër. Dhe na kujtohet edhe një hadith tjetër i mrekullueshëm ku dikush erdhi tek profeti alayhis salam dhe i thotë, o dërguari i Allahut, un kam nevojë që të më ndihmosh sot ose të më strehosh sot. Pejgamberi alayhis salam pasi u interesua pa që në shtëpinë e tij s'kishte mundësi. Atëherë thotë, kush do ta marrë dhe do ta ndihmoj këtë njerëz? Do ta strehoj, do ta mikprit. Del dikush dhe thotë, unë o i dërguari i Allahut Lartësuar. Dhe këtu është frizoi pejgamberi alayhis salam duke transmetuar një mesazh i cili tashmë u krijua standard tek sahabët. Dhe thotë, ai i cili ndërmjetson, ai i cili me fjalë jep një kontribut për të bërë një e mirë, thotë ai do të ketë shpërblimin e atij i cili faktikisht e kryen këtë të mirë. Pra secili është aksioner tek e mira, edhe nëse vetë nuk e realizon diçka të tillë. Prandaj besimtari i gjen mundësitë e shumta, i shfrytëzon ato, i krijon këto mundësi për të qenë sa më shumë produktiv në jetë. Për qenë real, hoxha nderuar, njeriu shpesh herë i ka këto mundësi, i neglizhon këto mundësi, por edhe kundërta, ndonjëherë jeton në rrethana të cilat janë të pafavorshme, nuk i ndihmojnë atij në realizimin e krejt kësaj. Ku është dallimi dhe ku është ai po themi ai motivi, ai motori i cili e ndez dikënd i cili i kërkon këto dhe dikush i cili ndoshta me pengesën e parë hek dorë nga veprimi. Pra për ka duhet të frymëzohemi dhe cili duhet të jetë motivi jonë. Atëherë e rëndësishme është ne nuk jemi përgjegjës për sasinë më tepër se sa për maksimumin. Sepse Allahu i Lartësuar bukur thotë qartazi, Allahu nuk e detyron një person për te mundësive të tij. Dhe i dërguari Zoti i Lartësuar thotë ndodh që 1 dinar sadaka kontributi ja kalon në shpërblim dhe në vlerë mira dinarve, sepse dikush ka 2 jep 1, kurse dikush ka miliona apo miliarda dhe shkëput diçka prej pasurisë së tij. Ne jemi përgjegjës që me potencialin që na ka dhënë Allahu i Lartësuar, me energjinë, me mundësitë, me hapësirat të shfrytëzojmë në maksimum. Të mos lëmë absolutisht as edhe një gjë mangët, të mos në vlerësojmë asgjë prej mirësive të Zotit të Lartësuar. Pastaj dallimi mes këtyre 2 kategorive njerëzish është tek vendosmëria, është tek ambicia, është tek sakrifica, është tek shfrytëzimi i të gjitha rasteve dhe mundësive që jep Zoti i Lartësuar. Dhe imani, besimi, raporti solid dhe i fortë me Zotin e Lartësuar, s'ka dyshim që është motori kryesor që e aktivizon pra energjinë, potencialin e besimtarit për të qenë sa më shumë produktiv. Për shembull, imagjinoni se si ndryshuan krejtësisht sahabët në momentin që Allahu i Lartësuar i ftonte për t'i huazuar atij diçka. Men dhe alladhi yuqridu Allaha qardan hasana. Kush është i gatshëm që t'i huazojë Allahut një huazim të mirë? Edhe sa të shumta janë rastet ku shkonin tek pejgamberi alayhis salam dhe i thoshin Allahu na fton për t'i huazuar atij, pra për të bërë mirë, për të bërë kontribut, dhe dikush pastaj i dhuronte atë baçën e tij, kopshtin e tij me palma, apo dikush jepte diçka tjetër, pra u aktivizuan direkt në momentin që i ftoi Allahu i Lartësuar. Dhe në momentin që besimtari e konsideron dhe e koncepton
kontributin, bamirësinë, të bërnit mirë, si tregtimi me Zotin e gjithësisë, atëherë e di shumë mirë që kjo sadaka dhe ky kontribut përpara se si thua t'i bëjnë mirë dikujt për robëve, është diçka që vendoset në dorën e Allahut të lartësuar, në peshorën e Zotit, në kujdesin e Allahut dhe Zoti i gjithësisë e merr atë dhe e shumë fishon. Ne shohim njerëzit se megjithatë energjia në këtë botë nuk i mungon. Të gjithë angazhohen me diçka dhe bëjnë diçka, veprojnë diçka e kështu me radhë. Por jo çdo herë ky shpenzim i energjisë dhe i kapaciteteve që njerëzit kanë shkon në, po themi, në kanalet të duhura dhe në vendin e duhur. Madje shpesh shumë njerëz që kalojnë kohë të caktuar rreth debate, rreth lajmeve, informacioneve kështu me radhë. Pra, a do thotë kjo se njeriu e ka humbur, po themi, busollën e orientimit të tij dhe pastaj si rezultat i kësaj nuk është produktiv me gjithë energjinë dhe kapacitetin që e ka. Është normale në momenti që njeriu hutohet ose në farë mënyrë në momentet caktuara harron atë qëllimin e ekzistencës, harron misionin madhështor dhe të shenjtë që ka. Njëkohësisht harron dhe që kjo jetë është ditë e numëruara dhe koha kalon shpejt dhe shanset vjen një moment që ndoshta edhe përfundojnë, ikin. Është nëse normale që ky njeri të bjerë në këtë batak ose të bjerë si thua në këtë fatkeqësi. Mirë po, besimtari i mençur, i cili është gjithmonë i freskët në imanin e tij, i freskët në raport me Zotin, i freskët në atë përqendrimin që ka në botën tjetër, është ai i cili shfrytëzon që të gjitha shanset dhe mundësitë, i orientuar nga hadithi i pejgamberit alayhis salam, la tahqiru min al-ma'rufi shay'a, mos nënshmoni asgjë prej të mirës, ihris ala ma yanfa'uk. Pra, bëje tënde në çdo gjë që është e dobishme, përqendrohet jashtëzakonisht shumë në çdo të mirë, në çdo shans dhe thotë ndoshta këtu e fitoj xhenetin, ndoshta këtu e fitoj kënaqësinë e Allahut të lartësuar. Për këtë arsye nuk bie në gaflet. Këtë gjendje ka kritikuar madje edhe Allahu i lartësuar në Kur'anin famullar ku thotë la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas. Në shumë prej bisedave të njerëzve, në shumë prej tubimeve të tyre, në shumë prej diskutimeve të tyre nuk ka hajër. Dhe Allah thotë nuk ka hajër për momente të caktuara, mund të ketë sherr të madh nëse merrem me përgojime apo me diskutime të cilat janë në dëm të diçkaje apo të njerëzve. Përveç nëse njeriu aktivizohet dhe angazhohet me atë gjë që është e mirë. Përveç atij që aktivizohet në një projekt, kontributi, sadakaje, që është në dobi të njerëzve, apo urdhëron për të ke mira ndalon nga e keqja, apo ka një angazhim akoma më fisnik që është pajtimi mes njerëzve, për cilëja të mirës dhe si thua evitimi të keqes nga njerëzit. Cili është, me që po flasim nga ky kontekst, cili është rreziku i një shoqërie e cila ndoshta më shumë merret me bisedat edhe po mendoj atë sjelljen e problematikave të ndryshme në mendjet edhe në aktualitetin e lidhur, madje edhe problematika të cilat nuk janë fare të tyre, problematika të cilat ndodhen diku në përbot, ndërsa roli i tyre pastaj për të ndikuar ose për të bërë mirë në to, pothuajse është minimal. Atëherë minimumi i dëmit që mund të përcjellin në bashkësinë në shoqëri këta individ, pra të cilët ndoshta merren me gjëra që nuk u takojnë, ose me gjëra për të cilat as nuk janë përgjegjës përpara Zotit të lartësuar, por njëkohësisht as nuk japin dot zgjidhje. Minimumi i dëmit është që koha përcjellin, si thua me fjalë, formojnë një shoqëri të dobët. Formojnë një shoqëri që ka qef viktimizimin. Formojnë një shoqëri që merret me gjëra të cilat nuk i përkasin. Pastaj dëmi mund edhe të maksimalizohet. Në momenti që frymëzojnë për keq, në momenti që përhapin pesimizmin, në momenti që dobësojnë shoqërinë, ndërkohë që në jetën e dërguar të Allahut të lartësuar, në asnjë moment nuk ka patur ndonjë moment ku i dërguari i Allahut të lartësuar të ketë përcjell dëshpërim apo të ketë përcjell dobësi apo pesimizëm. Madje më pëlqen shumë, pra dikush prej dietarëve ka thënë kronika e zez, më shumë përhapja e kronikës së zez, merret me lajme të cilat i trishtojnë robërit muslimanët. Dhe këtu nuk diskutojmë thjesht i bëjmë vigjilent, jo, gjëra të padobishme. Kronika e zez është ndaluar, sepse përcjell i bën njerëz që të mendojnë keq për Allahun e lartësuar. I bëjnë ata që të dobësohen në imanin e tyre, në lidhjen me Zotin. I bën ata që të maksimalizojnë të keqen, ndoshta armikun. I bën ata që pastaj të dobësohen përpara rrethanave të cilat mund të jenë të vështira, mirë po janë kalimtare.
pas vështirësisë apo bashkë me vështirësinë është lehtësimi. Ndërkohë që ajo që ka përcjellë i dërguari i Allahut është optimizmi dhe është gjithmonë mendimi i mirë për Allahun lartësuar. Madje kur flasim për kronikat e zeza, e dim se janë lajmet qendrore dhe ato janë pjesa dërmuese. Pjesa dërmuese. Pjesa dërmuese që mbush atë, si thua, lajmin apo. Nëse po flasim hoq për produktivitetin, ai bie dhe po ndalem te ky trajtim cilën ja bën edhe që mendoj se është shumë i rëndësishëm, sidomos në shoqëritë tona ku ne megjithëse kemi pas, mendoj edhe këndej edhe andej kufini, kemi pas situata dhe vështirësi të jashtëzakonshme që kemi kalu, na ka mbajt motivi dhe na ka mbajt shpresa dhe na ka mbajt ajo, domethënë, po themi i mydi për të ardhmen dhe njerëzit nuk janë dëshpëruar edhe nuk kanë ardhur në pesimizëm, ndërsa sot me gjithë rrethanat dhe mundësitë që i kemi, përhapje e këtij fenomeni po shkakton problem të madh. Ai bie se çdo kush që përhap përveç se nuk është produktiv, është ka e instalon në shoqëri një shoqëri domthonë jo produktive. Absolutisht, s'ka dyshim, ne edhe lart përmendëm dhe thamë që njeriu ndoshta bën dëm jashtëzakonisht të madh me qëndrimin e tij, me fjalën e tij, me pesimizmin që ai përcjell. Dhe për këtë gjë dëmi mund të jetë në momente të caktuara dhe i parikuperueshëm. Mirpo më pëlqeu ndërhyrja që bëre dhe që përmend edhe emigrantët. Në një farë mënyrë emigrantët tanë, pra vëllezërit, motrat, si familjarët të cilët kanë emigruar, dhe me thënë të drejtën, si thua, edhe kanë ruajtur parimet dhe dinjitetin e tyre si musliman, si besimtar, normat më të mira dhe më të larta, por njëkohësisht ka dhe një kontribut jashtëzakonisht të madh për familjet e tyre në vend, me të vërtet janë heroj. Me të vërtet janë heroj dhe janë edhe model se si njeriu mundet, pra edhe në rrethana të vështira, edhe në situata të rënduara, mundet që të ruajë dhe parimet e tij, mund të ruajë dhe parimet fetare flasim, mund të ruajë dhe dinjitetin, por njëkohësisht mund të jetë shumë produktiv për familjen, për fisin dhe më gjëra dhe për mbar shoqërinë. Po të më bëni një tërheqjet një paralele. Ne shpesh herë mendojmë se qenë produktiv është gjithsesi të jesh aktiv, edhe të lëvizësh, edhe të bësh diçka kështu me radhë. A ka ndonjë situatë ku njeriu është produktiv, edhe nëse po themi praktikisht nuk bën diçka, nuk lëviz diçka, mirë po e ruan një pozicion të caktuar. Nëse tërheqim paralelin me, po themi, me shigjetarët në betejën e Uhudit, ata kishin një detyrë që të qëndronin në pozicione të caktuara. Dhe edhe pse ata nëse nuk do të lëviznin, ata do të ishin shumë produktiv. A kemi ne pozicione gjatë jetës të cilat neve ndoshta nuk na kërkohet që të bëjmë shumë, por na kërkohet që të ruajmë disa pozicione në cilat ne jemi. Allah shpëleft. Më kujtove hadithin e bukur ku kalon përpara dërguarit të Zotit lartësuar dhe një grup besimtarësh, një njeri i cili i mahniti me fizikun e tij. I tha oj dërguari i Allahut. Të pra po kalonte, ishte në punën e tij. Tha oj dërguari i Allahut, ky njeri me këtë fizik, sikur ta vendoste këtë energji, këtë fuqi në rrugt të Zotit. Dhe kishin për qëllim përballjen me armikun në momente të caktuara kur ta lipste nevoja. Thotë dërguari i Zotit, dhe këtu ndreqi atë konceptin e të qenurit në rrugt të Zotit, dhe të qenurit produktiv. Pra edhe pa bërë diçka që ndoshta të rreqësh vëmendjen e njerëzve. Thotë nëse ai ka dalë prej shtëpisë së tij për të ushqyer fëmijët e tij, është në rrugt të Zotit, shumë produktiv, pra është hero. Nëse ka dalë për të ushqyer, për të ndihmuar, për mbajtur familjen e tij, prindërit e tij, bashortën, është në rrugt të Zotit. Por edhe nëse ka dalë nga shtëpia për të punuar dhe për të ruajtur dinjitetin e tij, dhe për mos u lipur njerëzve, është në rrugt të Zotit të lartësuar. Pra e zgjeroi konceptin e të qenurit dhe atë rrezën e të qenurit në rrugë të Zotit lartësuar, apo të qenurit produktiv. Prandaj edhe nëse qëndrojmë në pozicionet tona, edhe nëse dikush ja qëllon në statusin e të qenurit prind, apo të qenurit hoxh, apo të qenurit fëmijë, apo në punës, në atë pozicion që ja ka caktuar Zoti i lartësuar, me të vërtetë që është hero dhe jo vetëm kaq, mirë po është duke dhënë atë mesazhin e tij, është duke e përcjell dhe duke frymëzuar ndoshta edhe pa qëllim. Ndoshta edhe pa qëllim është duke bërë diçka të tillë. Pastaj ne mund të jemi produktiv, dikush mund të jetë produktiv që edhe me niyet. Është ai hadithi mrekullueshëm ku pejgamberi alayhisalam thotë do të gjeni në këtë dunja 4 kategori njerëzish. I pari është ai i cili ka dhënë Allahu i lartësuar edhe pasuri, po edhe vetë dije fetare. E merr të pasurinë dhe vendos në mënyrën më të mirë. Pa bën dobi, shpenzon prej saj. Dikush
ka vetdijen fetare. Mirë, po nuk e ka pasurinë. Ai arri gradën e këtij të parit me një jetë. Dhe thotë nëse mua Allahu më jep do bëj të njëjtën gjë. Dhe ky është hero, dhe ky është produktiv. Po ashtu sa bukur dikush mund të jetë hero dhe mund të jetë produktiv me dashamirësinë e tij. Do të mirë njerëzve, lutet për ta. A nuk thot Xheriri ibn Abdillah, unë i kam dhënë besën, radhiyallahu anhu i kam dhënë besën të dërguarit të Allahut të lartësuar, se do të jemi përpikt në faljen e namazit, në dhënien e zakatit dhe do të kemi dashamirësi të theksuar për çdo musliman, për çdo njeri të mirë. Pra, qoftë me zemër. Nëse më lejon dhe një detaj që më kujtua dhe një shumë i rëndësishëm, është hadithi madhështor ku pejgamberi alayhis salam thotë, më i miri për jush, pra më i miri njerëzve është ai khairukum men yurja khairuhu wa yu'man sharruhu. Më i miri për ju është ai i cili të tjerët që thjesht e shikojnë atë, kanë pritshmëri shumë të lartë për këtij njeriu, presin hajër për këtij njeriu. Dhe janë të sigurt nga dëmi i tij nga sherri i tij. Dhe më i keqi është ai i cili të tjerët nuk kanë pritshmëri. Pa nuk buron hajër, nuk buron mirësi për tij. Dhe nuk janë të sigurt nga dëmi i tij. Prandaj elusim Allahu lartësuar që të na bëjë shumë produktiv në këtë gjë. Një diçka shumë e rëndësishme që në përmende që po kam dëshirë që të ndalem edhe pak për shkak të nevojës së madhe të ndoshta të një rikthimi edhe të një po themi instalimit fuqishëm të kësaj që në këtë mendoj se emrusi përbashkët është lidhja e njeriut me Zotin. Dhe në momentin që njeriu pra lidhet me Zotin, a do ta bëjë atë që çdo veprim që e bën këtë botë do të jetë në peshorën e veprave të tij të mira. Sa ndikon kjo hoj në largimin e edhe të një lloj ngarkese që njerëzit sot po vuajnë, një lloj pesimizmi që njerëzit e kanë, një lloj frike që njerëzit sot e kanë, dhe të gjitha këto po ndikojnë në pasivizimin e njerëzve dhe kuptimi i tyre se vetëm adhurimet e caktuara janë ato që shpërblehen, ndërsa punë të shumta të cilat i bën çdo moment të jetës tonë, pra se ta shndrojmë komplet jetën tonë në adhurim, në produktivitet dhe në lidhjen tonë me Zotin. Allahu nderoft. Për mendimin tim janë dy gjëra shumë të rëndësishme. E para është, siç edhe e lartë përmendëm, ne duhet të konsiderojmë jetën tonë, kontributin, energjitë tona, gjithçka që buron prej nesh tregtim me Zotin e gjithësisë. Inna Allaha la yudhi' ajra al-muhsinin. Allahu nuk çon dëm as pak as gjë prej mundit të njerëzve të mirë. Çdo gjë që të mirë, që buron prej teje, ta dish që do ta gjesh jo aq sa e ke kryer, por shumë fish tek Allahu i lartësuar. Kjo është e para që ne na mbush me shumë energji dhe me shumë optimizëm. Dhe e dyta shumë e rëndësishme është mos prit absolutisht asgjë në kompensim nga njerëzit, sepse ndonjëherë njerëzit bëhen pasiv, pra nuk janë aktiv dhe nuk janë produktiv, privohen nga kontributi, nuk u bëjnë mirë njerëzve në momenti që zhgënjehen prej tyre, në momenti që nuk marrin diçka në kompensim, ose në momenti që nuk marrin falënderim, ose në momenti që nuk marrin qoftë dhe vlerësim. Po ne themi la nuridu minkum jazaan wala shukura. Allahu i lartësuar ka vendosur një standard, besimtari jep, prodhon, është aktiv, produktiv dhe nuk pret diçka në këmbim. Ne kemi tregtin me Allahun. Nëse njerëzit falenderojnë, e bëjnë për veten e tyre, Allahu i shpërbleft. Nëse njerëzit të kompensojnë dhe e kthejnë të mirën me të mirë, siç është dhe orientimi i dërguarit të Zotit lartësuar, Allahu i shpërbleft, e bëjnë për veten e tyre dhe tregojnë një nivel të lartë mirësie dhe mirënjohje. Por nëse nuk e bëjnë diçka të tillë, një besimtar i cili ka vetdijen, nuk penalizon aktivitetin e tij dhe tregtin me Allahun e lartësuar. Prandaj unë mendoj që nëse kemi parasysh këto të dyja na ndihmojnë jashtëzakonisht shumë për të qenë përgjatë gjithë jetës shumë produktiv. Shumë e rëndësishme. Zakonisht tek njerëzit është një lloj kufizimi që njerëzit ja bëjnë vetvetes, madje edhe besimtarët, sepse shohin mundësi të shpërblimeve në punë të caktuara. Për shembull, e sheh hoxhën duke folur dhe mendon se kontributi i tij për shembull këtë rast për fe është vetëm nga prizmi i ligjerimit. Në tjetër e sheh duke shkruar edhe e sheh që kontributi i tij, në tjetër e sheh në punë caktuara dhe mendon se u mbyllën dyert e mundësisë së kontributit. Ose nëse merrem me diçka tjetër, nuk mund të arrijë gradën e tij ose shpërblimet që ata e arritin. A mund të themi se çdo kush shpërblehet nga mundësia dhe nga rruga që Zoti xhaleshanuhu ja ka lecuar atij, ndoshta në momente të caktuara, madje ata që s'duken fare,
mund të shpërblehen edhe më shumë se sa ata cilët janë në, po themi, në balë në balë të aktiviteteve. Absolutisht, kjo është. Pra, Allahu i lartësuar e zmadhon shumë shpërblimin, e shumë fishon atë, në momenti që vështirësia është e madhe tek robi, dhe dobia që përcjell ky kontribut, që qoftë i vogël, është jashtëzakonisht i madh. Këtë gjë, pra këtë koncept, si thua, nuk e kishin të qartë hipokritët në kohë të dërguar të Zotit lartësuar. Dhe madje filluan dhe ngacmonin nga ata besimtarë të cilët vinin dhe kontribuonin gjëra modeste. Gjëra modeste, gjëra thjeshta, aq sa kishin. Madje dhe i tallin, tentuan dhe i tallën ata dhe thanë për këtë gjë ka nevojë Zoti, pasi guxon ti dhe kontribon kaq pak, pa disa hurma të numëruara. Ndërkohë që Allahu i lartësuar zbret Kur'an vetëm për të eliminuar këtë kompleks ose këtë dashakeqësi. Dhe i dërguari i Zotit lartësuar thotë që ndodh që dikush të jep kontribut sadaka, qoftë një kokër hurme apo diçka tjetër të vogël, që në sytë e njerëzve është e papërfillshme. Allahu i lartësuar e merr dhe kujdeset për të, siç kujdeset dikush për jush për atë kafshën e vogël, mëzin e vogël, thot pejgamberi sa. Dhe robi e gjon në ditën e gjykimit sa malet. E gjon sa malet. Prandaj ne nuk e dimë se me çfarë kontributi, me çfarë fjale, me çfarë vepra të mirë arrim kënaqësinë e Allahut, qetësojmë zemrat. Pra, shko se sa bukur, thot Aisha radhiyallahu anha, asnjëherë nuk i harroj kontributin një gruaje prej ansarijeve, prej atyre besimtarëve të Medinës, e cila në momentin që i ndodhi fitnia e madhe dhe shpifja e madhe që u bë për Aishën, thot thjesht hynte tek dhoma ime dhe qëndronte orë të tëra, thjesht qante, pa fol absolutisht asnjë fjalë. Unë thot këtë vepër që normalisht u ndikua, madje edhe e ndihmoi jashtëzakonisht shumë, sepse u bë pjesë e dhimbjes së saj, thot nuk i harroj kurrë. Ajo as nuk foli, as nuk çoi diçka për të ngrënë apo ndonjë kontribut tjetër. Thjesht u bë bashkë me dhimbjen e Aishës, thot. Ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë dhe nuk e harroj. Prandaj ne nuk duhet që të nervozojmë absolutisht asgjë nga kontributet dhe nga mirësitë. Dhe bie që nuk ekziston. Nuk ka sadakat vogël. Nuk ka sadakat vogël dhe nuk ka justifikim. Absolutisht. Që njeriu të mos angazhohet për të qenë produktiv. Alë nëse shohim besimin, ne e shohim në shumë përshkrime që ka ardhur se ajo është rënje, fryt i brend, do të thonë rënjë cilat janë në brendësi, pastaj frytet cilat janë të jashtme në tij. Sa mund të themi dhe të konstatojmë se nëse nuk ekzistojnë këto deg dhe këto fryte në të jashtmen, ekziston imani dhe besimi i shëndosh brenda? Është në rrezik. Jashtëzakonisht në rrezik. Sepse shumë prej adhurimeve praktike që na ka kërkuar Allahu i lartësuar janë për të rregulluar të brendshmën, janë për të përmirësuar të brendshmën. Dhe ato janë të ndërlidhura bashkë, për shembull sadakaja, zakati është ne të vrasim egon, të nxjerrim atë egon, atë lidhjen me dunjan, atë lidhjen me paran, tjetër të mbjellim dhe të instalojmë në zemrat tona atë solidaritetin, atë dëmshurinë. Dhe pra është pak e vështirë për mos thënë e pa mundur që dikush të ketë besimin, imanin në zemrën e tij sa malet dhe ndërkohë nuk është produktiv. Nuk është aktiv në bamirësi dhe në mirësi. Prandaj është dhe një test ose është një peshore që njeriu në një farë mënyre edhe peshon se sa iman ka, se sa çfarë raport ka me devotshmërinë dhe me Allahun lartësuar. Madje më kujtoa edhe një detaj që vjen një delegacion te profeti alayhis salam në një moment dhe i dërguari i Zotit i pyeti dhe i tha kush është zotëria juaj? Tha filani është. Dhe e prezantuan atë. Thotë ç'mendim keni për këtë? Tha është njeri jashtëzakonisht i mirë. Ka vetëm një problem që është bakhil, është koprac. Atëherë thotë e ku ka sëmundje më të madhe sa kopracia. Thotë ndryshojeni atë. Dhe realisht e ndryshuan zgjodhen dikë tjetër. Tani po aktivizuam këtë standard, kam frikë se duhet ndrojmë shumë do të rishikojmë dhe vetët tona. Zoti na përmirësoft. Amin gjithë Islami ka ardhur për rregullimin e jetës së njeriut dhe të qenërit i njeriut produktiv, domthonë duke i po themi i shem të gjitha këto pengesa dhe justifikime, sigurisht se do ta bënte atë një margaritar i cili do të shkelqen dhe do të shndris. Po njeriu në jetën tonë ka ballafaqohet edhe me njerëz që nuk ndajnë të njëjtin mendim me ta, nuk ndajnë të njëjtët ide me ta, madje edhe ata të cilët ndoshta e kundërshtojnë, ata të cilët madje edhe i vendosin këto pengesa. Cili duhet jetë besimtari produktiv
edhe në raport me ata të cilët madje nuk ndanë me ta të njëjtat mendime, ndoshta as njëjtin besim. Besimtari ka një projekt në jetën e tij. Dhe besimtari, si thua, ka idetë e qarta. Burimi nga merr frymëzimin, nga merr furnizimin e ka hynor. Modelin e ka më të mirin që ekziston, është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu, nëse flasim me rrafshin njerëzor, pra përveç profetëve, ka sahabët, ka brezin dhe gjeneratën që ndërtoi dhe edukoi pejgamberi alayhis salam. Dhe në krye të tyre janë edhe ansarët që treguan me të vërtet një nivel të lartë sakrifice dhe kontributi dhe produktiviteti, të cilët i ka lavdëruar Allahu i lartësuar duke thënë yahsabuhumul jahilu aghniya min ta'affuf. Në nivelin personal ti nuk e kuptoje që ata ishin fukarenj apo që ishin nevojtar. Nuk mos është fazë. Mirë, po pastaj për sa i përket kontributit dhe raportit që kishin me të tjerët, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ata kontribonin, i jepnin, ndihmonin, bënin maksimumin edhe pse për veten e tyre ishin nevojtar. Po u jepnin përparësi madje edhe prioritet të tjerëve edhe pse për veten e tyre ishin nevojtar. Përpiqet këta njerëz dhe këtë kategori ti frymëzoj, ti ndihmoj, por njëkohësisht nuk ndikohet prej tyre. Nuk duhet absolutisht që të ndikohet nga ata. Hoqë se jemi në minutat e fundit të këtyre minutat cilat i kishim para vetes, po duhet ta mbyll edhe me një ndoshta këshill, mesazh edhe një porosi që kisha dashur më ndëgju prej teje. Nëse i shohim mësimet fetare, do të shohim edhe historinë islame, do të shohim se realisht njerëzit e mëdhej dhe burrat e mëdhej shumë të këtij umeti janë bërë të mëdhej pas me produktivitetin e tyre pas vdekjes së tyre, pra trashëgimin që ata e kanë lënë. A mund të themi se vlera e një njeriu është e bazuar në produktivitetin e tij? Absolutisht. Është më së e drejtë. Në fund fare, njeriu peshohet, vlerësohet nga bedhli, nga kontributi që ka lënë. Dhe ne lutim Zotin lartësuar që Allahu të na bëjë për njerëzve më produktiv, sepse me të vërtet prej një muslimani, prej një besimtari, pritet jashtëzakonisht shumë, pritshmëritë janë jashtëzakonisht të mëdha. Dhe një musliman i cili është produktiv është i bekuar nga Allahu, është i përzgjedhur nga Zoti i gjithësisë. Sa bukur thot pejgamberi alayhis salam, janë disa njerëz që Allahu i furnizon, u jep, sepse ata, si thua me fjalë, kanë projekte me robërit e Zotit, ndihmojnë robërit e Zotit. Në momentin që ata lodhen bezdisën, Allahu heq këto mirësi dhe i orienton diku tjetër. Dhe gjëja më e mirë që ne dhe kontributi më i madh që ne mund të bëjmë njerëzve është mjekimi i plagëve të tyre. Dhe plaga më e madhe që ka sot shoqëria është shkëputja e raporteve me Zotin, por njëkohësisht edhe plagë të tjera që kanë të bëjnë me aspektin social, në aspektin ekonomik, stresi i madh, pesimizmi. Të gjitha besimtarit duhet bëjnë maksimumin në lidhje me këtë gjë. Dhe jam i bindur që Allahu i lartësuar do ta nderojë, do ta shpërblejë si me shpërblimin e madh në botën tjetër, po edhe duke i dhënë edhe një emër dhe një prestigj në këtë botë, qoftë gjatë jetës, por edhe pas jetës së tij. Prandaj edhe prej lutjeve të Ibrahimit alayhis salam ishte waj'alni lisana sidqin fil akhirin, më bëj që të përmende për mirë edhe pas vdekjes time. Nëse ka kohë edhe një detaj, dhe minimumi që duhet të ketë një besimtar është që nuk do të jetë barr për të tjerët. Nuk i takon besimtarit që të jetë barr për të tjerët. Pra një djalë i ri me plot fuqi dhe energji dhe me mundësi të shumta në jetë që mund të punojë dhe mund të aktivizohet, nuk mund të jetojë, nuk mund të konceptohet të jetë barr për prindrit e tij apo për familjen e tij, apo të presi sadakat e njerëzve. Përkundrazi duhet të ketë një projekt të qartë dhe të jetë për atyre njerëzve të cilët ai ka bedhlin e tij dhe ka basmen, ka atë gjurmën e tij. Dhe është interesant në një moment kur vjen një grup djalmoshash te pejgamberi alayhis salam që ishin 7, 8 apo 9 dhe i dërguari, edhe ata është e çuditshme sepse ata sapo kishin hyrë në Islam, nuk ishin shumë që kishin hyrë në Islam. Dhe pejgamberi alayhis salam u thot, a nuk po ma jepni besën? I thanë, o dërguari i Allahut, ne ta kemi dhënë besën. I thot, për të dytën herë, nuk po ma jepni besën? I thot, ta kemi dhënë besën, o dërguari i Allahut. Për të tretën herë, a nuk po ma jepni besën? I thanë, o dërguari i Allahut, dhe ja shtrivën dorën. I thot, përse do që të besatojmë? Ta adhuroni Allahun një të vetëm, të faleni rregullisht, të jeni të bindur. Pastaj thot transmetuesi e uli pak zërin pejgamberi alayhis salam dhe u thot wa an la tas'alu an-nasa shay'a. Dhe të mos u kërkoni njerëzve absolutisht asgjë. Thot transmetuesi i ndoqja këta njerëz për gjatë jetës së tyre dhe ata ishin njerëz të cilët edhe nëse u binte shkopi nga pra ku ishin mbi deve, zbrisnin vetë dhe merrnin dhe nuk u kërkonin absolutisht njerëzve asgjë. Dhe është interesante sepse
Ky model nuk ishte i kufizuar, po është një model që përhap në gjithë bashkësinë që edukoi pejgamberi alayhis salam, siç ishte Hakim ibn Hizami, që i kërkoi 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë pejgamberit alayhis salam, derisa i dërguari i Allahut i tha, kjo punë nuk ka fund. Kjo dunja është e gjelbër, të tërheq, është e ëmbël, por nëse dikush ka raport me këtë madh, me këtë pasuri, me këtë dunja, me dinjitet dhe e kërkon pa lakmi, Allahu i jep dhe e begaton atë. Por nëse dikush e kërkon me lakmin e shpirtit të vetes, do të jetë si ai i cili ha, ushqet, por kur nuk ngopet. Dhe dora e sipërme është më e mirë se sa dora që është poshtë. Pra ai që jep është më i mirë se sa ai që merr. Thot Hakimi, thot o i dërguari i Allahut, pasha atë që të ka dërguar me të vërtetën, unë kurrë derisa të dorëzoj shpirtin e Zotit nuk i kërkoj askujt absolutisht asgjë. Dhe realisht ashtu veproj, derisa ja kërkoj Zotit, derisa dorëzoj shpirtin. Allah na mëson që të jemi nga ata cilët japim e jo nga ata cilët marrin. Ishte kënaqësi hoxha, Allah shpërblet. Allah shpërblet, Allah nderoft. Faleminderit na bëj Zoti produktiv kudo që jemi. Amin, të gjithë bashkë. Faleminderit. Shikues të dashur, jeni produktiv. Kulumtoni dhe gjurmoni mundësit, ato cilat Allahu subhanahu wa taala u ka lehtësuar. Lëni gjurmë këtë botë sepse njeriu vlen bazë të gjurmëve dhe punëve, aktiviteteve dhe produktivitetit të cilën njeriu e ka. Nëse nuk mund të bëjmë asgjë, të jemi produktiv duke mos u bë barë e tjerëve e aq më pak ngarkesë dhe pengesë për ta. Deri në takimin tjetër, Allahu subhanahu wa taala pa mëshirën e rahmetin e tij.